Përshëndetje gjithëve, ja tek rishjemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem ftuar doktoreshën e shkencave Anila Tasho Ashorva, mjeke psikiatre pranë qendrës spitalore në Tereza dhe pedagoge në Universitetin e Mjekësisë Tiranë. Përshëndetje doktoresha dhe faleminderit që e pranuat ftesën tonë. Faleminderit dhe ju. Doktoresha, ju i keni një specialitet si psikiatria që është pa diskutim një ndër specialitetet më të bukura dhe më sfiduese në kohët që jetojmë, për shkak edhe të kërkesës së lartë që ka për mjekun psikiatër. Edhe pyetja e parë që mua më vjen në mendje është si keni zgjedhur që të jeni psikiatër, si ka qenë evolucioni në mjekësi? Si mbritet e dyert e psikiatrisë? Si ka mbritet e dyert e psikiatrisë? Shika, unë di të them sot që në fushën e mjekësisë unë nuk do kisha bërë gjë tjetër përveç se psikiatër, kështu që është rroba profesionale që më ri më mirë. Nuk jam penduar në asnjë moment, por që të mbrija si psikiatër të kthehem pak shumë në indietro si u bëra doktor njerë. Se në fakt të qeni doktor nuk ishte në ëndrat e mia, që t'jem e sinqert. Por ishin kohrat kur vendosnin dhe prindrit për ne, dhe në fakt unë isha një student i mirë në gjimnaz, në shkollën e mesme, dhe si thua logjika familjare të kërkonte që duhet bëhesh doktor. Po unë familje kam një xhaxha, kam pas një xhaxha mjek, kirurg, shumë i njohur në qytetin e Korçës, shumë ndër figurat elitare në mjekësinë atë kohë. Ai ishte kirurg i përgjithshëm dhe më pas u bë kirurg ortoped. Ishte shef i kirurgjisë dhe në mbiemrin ton Tasho ai identifikonte menjëherë profesionin. Unë kisha një imazh elitar për funksionin e tij, po asgjë më shumë në ëndrat e mia përveç se kësaj koracës elitare të gjërave apo titulli doktor që atë shoqëronte gjithkohës. Pra babai im është inxhinier mekanik, njerëz të tjerë të familjes ishin të shkolluar, po ai identifikoi me profesionin doktor. Kjo më kishte ndjekur nga fëmijëria, po jo që kisha ndonjë pasion të thellë për mjekësinë. Unë isha shumë e mirë në këto lëndët. Fizikën e doja shumë gjeometrinë deskriptive, doja shumë vizatimin teknik, ishte një lëndë që ne e bënim dikur në gjimnaz, 2 vitet e para. E doja shumë, pasion kisha për të, ma jepte babai si lëndë. Por në këtë imazhin 3D në ndërtimin e figurave, në gjeometri, do isha shumë e mirë dhe mund bësha një arkitekt i mirë të themi. Po kjo ishte një ëndër e imja ngelur në sirtar, sepse prindrit as që u morën fare me këtë gjë, me idenë e rrugtimit mjekësisë, sepse dikush do ta trashëgonte famën e xhaxhait. Kështu që unë u gjenda në mjekësi, pa ndonjë dëshirë të madhe, por me ambicien për të qenë një student i mirë, ishte malore e fortë. Por mua ishte një malore shumë e fortë vitet e para, kështu që më bëri që të mos di fare se ku do përplasem mbas viteve të studimit. Kështu që fillova të kuptoj në rrugtimin tim mjekësor që unë do të bëhem diçka më vonë që do të më lidhi me sa do dua lëndën gjatë procesit. Do me thënë, atje ku unë afeksionohesha me pedagogun apo pedagogen, thosha që shiko, unë mund bëhem e tillë. Atje ku kisha rezultate shumë mira në provime, prap thosha që shiko, unë mund bëhem edhe kështu dhe ashtu. Isha në një kaos të zgjedhjes së gjërave, po ajo që dija mirë, isha që unë nuk bësha dot kirurg. Pra, atë gjë që familja e fisi ma vendosën si bar, ajo ishte gjëja, këtë kisha kuptuar që unë kirurg nuk bëhem dot. Xhaxhai më detyronte në ato praktikat mësimore të futesha në sallë të kirurgjisë, unë hyja nga një derë, dilja nga tjetra. Ju lutesh atyre infermierëve të sallës më mbulonin pak që të mos dukesha që hikja, po hikja me nuk e bëja dot, do të thonë, ajo era e sallës, presioni shumë i madh i kohës në zgjidhjen e gjërave, ishin gjëra që nuk më përshtateshin dhe në fakt në një nga lëndët tona gjatë procesit mësimor, ndoshta zgjatem, po zgjatem pak? Okej. Në lëndën e ORL-s, e cila është një lëndë që nuk të lidh direkt me kirurgjin, po ne na rastisi të bëjmë një orë mësimi në një ndërhyrje në një caat ezofagut dhe në një moment gjithë studentët aty te koka pacientit, po ky është një proces kirurgjie që bëhet në 2 faza. Pra në fazën e parë pacienti nuk është në narkoz të plot sepse duhet komunikoj për të treguar mjekun deri në kordën vokale për të mos ndërhyrë dhe pastaj kur mjeku futet në një fazë tjetër, pacienti vendoset në një narkoz të plot.
Tani kjo faza, kur pacienti ishte i zgjuar dhe komunikonte me ne nga njëra anë dhe mjeku e kishte bërë çarçaf pjesën tjetër, gjërave ishin të papranueshme për mua, dola shumë keq në atë lëndë, sepse ky imazh i kirurgjisë më ndishte nga pas dhe më sa duket nuk e bëja dot. Kështu që gjëja që dija ishte që s'bësha dot kirurg, po çfarë do bëhesha në vazhdim? Në vitin e 5 ne kishim në provim, i vinte radha provimit të psikiatrisë dhe ishte një lëndë që na kishte ndjekur me një lloj kurioziteti, enigme. Pedagogët ishin shumë të mirë, ata që na bënin lëndën. Dhe më kishte afaksionuar pak ideja e një misteri që është brenda, një çudie. Studentët në psikiatri janë dy kategori, ose nuk e duan fare dhe kanë frikë, ose fillojnë dhe faksionohen me njerë dhe i futen gjës. Pra mua këtu kishte filluar të më pëlqente lënda. Kur kemi dhënë provimin, në fund unë mësoja me një shoqe. Blerta është një shoqe zemre që e kam akoma, mësonim të dyja bashk, dhe duke ja thënë njëra tjetrës gjërat, perfeksiononim, shkonim në perfeksion të gjërave. Kështu që ishte një provim shumë i bukur, ne prisim profesorin e madh të vinte. Ai po vononte, na ishte krijuar imazhi, profesori Lviu ishte një imazh shumë i madh në atë kohë. S'po vinte shefi, një tension i madh me studentëve, por unë isha studente që përgjigjesha gjithmonë në grupin e parë, 5 të parë, dhe mos po e para fare, sepse menaxhimin me ankthin e kisha shumë të vështirë. Pra ankthi mua më ulte performancën dhe u duhet ta menaxhoja ankthin me njëherë që të shkonja në performancën time. Futemi në provim, vjen profesore, gjithë ishim të trembur, po në fakt ajo ishte lëndë që unë le të themi, në atë idenë që studenti ka, mendoja që do dilja mirë, do më të kisha një besim që duhet dalë mirë. Trej tezën e provimit, më ram pyetje fantastike, më thot profesori ullu, tha, pregatitu, unë, jo që nuk ula, po kisha një stil laps në dorë dhe godisja tavolinën. Profesori Lviu, i cili ishte në fushën e vetë, do me thënë ishte potencial, më thot, ma e shikoj, thot, që je nervoze, kështu thot, hajde përgjigju. Tani unë në këtë komunikimin me profesori, si që jemi bashku sy në sy, filloj tezën të parën, dytën, tretën, dhe nuk prita fare që profesori thoshte ndalo ose të bënte pyetje dhe i thash kaq, mbarova. E ndiva veten që shkëlqeva në raport me tezën. Profesori më shikon edhe thot, shiko, duhet bëhesh psikiatër, thot. Unë mora një 10 edhe me një dashuri dhe me një entuziazm shumë madh dhe pastaj kjo ëndër më shoqëronte gjithkohë sepse thosha që profesori pa diçka ke unë, ma tha ai, për sa kohë ma tha ai, unë duhet bëhem dhe filloi kjo ëndër, pak e thën ose e pa thën, filloi të lëvizte gjithkohës në kokën time në vazhdim sepse ishte një nga 10-at që më kishte shijuar shumë edhe kështu fillova të si thosh ta hedh grepin tek ai oqeani i madh i gjërave, çfarë do të bësh, por kështu fillova të ndërroj të bëj psikiatrin. Unë isha student i mirë në fakt në fakultet, por qëllon që të krijoj familje me njëherë mbasi mbarova shkollën. Bashkëshorti im, i cili në fakt s'ka lidhje fare me mjekësinë, është kinast, për drejt të gjës. Merresha shumë me psikiatrinë atë kohë sepse ai po xhironte një film dokumentar që fliste për pavionin 2 në Spitalin Psikiatrik të Elbasanit. Ishte një pavion i sistemit komunist ku gjithë njerëzit të cilët mendonin ndryshe nga sistemi, konsideroheshin me probleme të shëndetit mendor dhe futeshin aty për tu trajtuar. Një pavion unikal në fakt në këto vendet komuniste dhe im shoqja pasionuar shumë mbas kësaj gjetje, kishte psikiatri në përduar, lexonte, shfletonte, vinin ato termat, diagnozat në veshin tim atje gjatë gjithë kohës. Por kohë më përpara, përsëri im shoq kishte bërë një film me regjisor Esat Mysliun, i cili fokusoi në psikiatri. Dhe terminologjinë psikiatrike kishte shumë kollaj. Kur unë i thosha që ndërroj të bëhem psikiatër, ma mbështeste gjithë kohës, po një ëndër që nuk e thosha dot lirshëm, sepse psikiatria në atë kohë nuk ishte një deg e pëlqyer apo e zgjedhur. Kështu që për 1-2 vjet më mbrapa ndë një mirë psikiatria në familjen tonë me atë imazhin e psikiatrit. Kështu që unë kur konkurova, isha bërë dhe nën me fëmijë. Konkurova për testu një çash ky konkursi, po gjithmonë fokus psikiatrin dhe nuk isha ndonjë stres të madh sepse duke mos qenë shumë e kërkuar, thosha është në treg dhe unë do ta marr. Pra që t'jem e sinqert kisha shumë dashuri për profesionin. Po të më thoje pse, nuk dija, ja, po i them këto pse të vogla si një arsye,
fokusuar dhe tek filma të cilët e nxjerrin figurën e psikiatrit, kështu pak mistike, lexon për te i gjës, pak interesante, bën ato zgjidhjet inteligjente të gjërave në finale. Dhe kur vinin imazhet e vështira, më sa duket mendja ime i fshinte këto gjërat e vështira dhe ngelte këtë. Kështu që unë konkurova për të marrë psikiatri. S'kishte psikiatri atë vit që konkurova, unë ishte i qameti i madh, thash s'ka gjë, unë do konkuroj derisa ta marr. Kështu që në një vit, në atë vit, s'kishte dek psikiatrie fare dhe unë u përfshiva në një projekt të vogël, i cili do të lidhte katedrën do të hapi katedra e mjekut familjes dhe do ndërtoj një katedrë e tillë sepse mjeku i familjes si specialitet nuk ishte. Kështu që ishin mbledhur një grup mjekësh dhe ne po bënim një trajnim Ministri të Shëndetësisë. Unë isha shumë e familiarizuar atë kohë në Ministri të Shëndetësisë dhe ishte profesor Max Cikuli ministër. Kisha konkuruar për psikiatrisë, kishte dhe thash varja rezultatit. S'më duhet fare. Në mënyrë fare koincidente një shoqe më thotë çiko do të shapur një psikiatri në Kruj, sepse do të bëj një institucion ligjor i psikiatrisë. Edhe unë shkoj dhe i them profesor Maxit, profesori thash, në fakt ne duhet ishim një grup që për 6 muaj do shkonim në Skoci për të trajnuar. Edhe kishim unifikuar një anglisht profesionale gjithë, sepse dilim nga një sistem. Unë jam duke folë, unë e kam mbaruar fakultetin në 93-shin dhe jam duke folë për vitet 94-95, këto ishin vite shumë të vështira, vite të tranzicionit, dhe ikja në Skoci ishte një ëndër ndoshta për shumë, po jo për mua. Dhe shkoj në zyrë dhe i them, ishte në një mbledhje dhe i them dikun veshur nga mbrapa, profesori thash, unë do ta lë këtë trajnimin këtu, thash sepse do marr psikiatri, thash është hapur kërkohet një psikiatër në Kruj. Ai më shef kështu dhe thotë, jo, po kjo s'është normale, më thotë, ma, është i thash, unë është normale se është ëndra ime, i thash edhe duhet ta bëj. Kështu që unë lash gjithçka dhe atë gjën që të tjerët do ta ëndërronin, dhe vrapova për të marrë psikiatri në Kruj, po ai institut nuk u hap atë vit, u hap shumë më vonë dhe unë pastaj u zhvendosa në spital. E thash pak gjatë, po kështu filloi psikiatria për mua. Ja rreth 30 vjet pothuajse? Unë kam filluar në 95-ën, kështu që le të themi janë 31 vite, po fillova si i brëndshëm, si primar, domethënë, dhe unë ngarkova me përgjegjësi dhe me punë direkt, unë dhe doktor Pasho, ai ishte një mjek një vit para meje, unë ngarkuam direkt me punë dhe nuk patëm kohën pak më të lirë të specializantit për qenë pak më i lirë, si thua. Edhe mësonim dhe punonim dhe ishin gjithë gjërat bashkë. Në 31 vjet, kur e shikon gjithë këtë film që ka kaluar të jetës tuaj, cila është ajo fjalia i përkufizim që jep sot vetë si psikiatre? Unë jam përpjekur dhe kam luftuar të krijoj një status profesional. Por unë nuk di ta them nga këndvështrimi im, sepse të tjerë duhet ta thonë për mua, por unë di të them që këtë profesion e kam nisur me shumë dashuri dhe vazhdoj të kem shumë dashuri për profesionin. Kështu që këtë di ta them me zë të lartë. Doktoresha, po ashtu ju besoj si çdo mjek keni nostalgji për pjesën klinike, për ato rastet e para, për atë përballjen e parë me pacientin dhe sigurisht gjatë rrugtimit në 31 vite jam i bindur që rastet janë nga më të ndryshme me të gjitha ngjyrat e profesionit ton. Por unë së pari do doja të pyesja tashmë në mënyrë klinike për ato rastet e para. Cilat janë ato raste që ju kujtohen kur keni startuar këtë profesion që mund t'i ndani me ne diçka që ju ka ngelur në mendje? Shiko, Genti, unë nuk di të them kush është i pari. Nuk di dhe po të mpysësh, se i kam dëgjuar podcastet e tua, po dhe po të mpysësh kush është roja e parë dhe a mban mend rojën e parë, nuk di të them, sepse rasti në rojën e parë apo rastet e para mund të kenë gjë shumë thjeshta. Ekstremalisht të thjeshta në këndvështrimin sot. Por mbaj mend veten time në raport me fillimin. Dhe vetja ime në raport me fillimin ka qenë, nuk po them një kaos, sepse sigurisht, por emocionet janë të paharueshme të fillimit. Pra ka qenë një ankth, le të themi, më mirë, ndoshta ankth. Ka qenë një ankth, ka qenë frikë, ka qenë një përgjegjësi profesionale. Unë e mbaj mend mirë veten time në fillimet e mia, sepse të thash që kur ne kemi filluar, na vendos një dosje përpara me kartelat e pacientëve dhe përgjegjësia jonë si primar për t'u marrë me to ishte mjaftueshëm e madhe. Pavarësisht ishte në lëkurën e specializantit, le të themi. Kështu që ne mbaj mend veten time në rastet e para. Çfarë di të them është, në atë nxitimin e fillimit, qoftë dhe në rojet e para apo në pacientët e parë, unë besoj se unë edhe shumë të tjerë, kur janë në fillimet e tyre, fillojnë të ndërtosh në presionin e pacientit që ke përballë
kur ai e tregon situatën e vet, ti fillon të ndërtosh apo të kërkosh simptome në kokën tënde në mënyrë mekanike dhe të bashkosh simptomat për të shkuar shpejt në një diagnozë, sepse do duhet shpejt të shkosh në një gjykim mjekësor, do duhet shpejt të ndërhysh në këtë fazën primare ku koha është një presion. Ajo që unë kuptoja, që e kuptova më vonë, e kuptova disa vite më vonë ishte që unë duke u marrë në këtë stres apo ankth primar me simptomën dhe me gjën mekanike, me librin, me skemën, me kriteret diagnostike, tamam me librin në kokë, po humbisja pacientin, po humbisja njeriun, pra nuk po ishta në kontakt me emocionin e tij. Kisha ngelur larg dhe kur këtë gjë e mësova gjatë rrugës, pra po e humbisja ndjenjën. Pra unë vërtet ai më tregonte për frikën, ndërkohë unë po e fusja frikën e tij, e kalkuloja në simptom, e kalkuloja në diagnozë dhe i kisha kthyer individin në një grup simptomash, si me e kthyer në mënyrë mekanike në një grup, si një mekanik në një oficinë, në një grup veglash për të bërë një gjë. Këtë gjë e kuptova pak më vonë, mu desh kohë kur u bëra dhe më profesioniste ky libri që ti ke në mendje, libri profesional, dhe kur eksperienca të çon direkt, të klikon direkt te faqja, te numri dhe ti ja merr dorën asaj dhe pastaj kthehesh tek njeriu. Dhe ndalon gjatë, pra nuk të bën më përshtypje koha si presion në zgjidhjen e gjës. Ti merresh me emocionin e tij, pra ti qëndron. Unë në fillim isha një mjek që vrapoja mëndërisht për t'i dhënë zgjidhje pacientit, pastaj kuptova që unë duhet të qëndroj, duhet të ndaloj, dhe duke ndaluar dhe patur pacientin përballë, mora kohë. Koha më ishte bërë pengesë në këtë kohë, ose më kishte dalë si primar. Kohën e çova në fund si element, dhe pastaj fillova të marr durim dhe vëmendje për ta parë njeriu në sy. Në sy, jo thjesht fizikisht, për të shkuar tek njeriu në thellë në emocionin që ai ka. Këto janë fillimet e mia të para dhe nuk di të them nëse rojet e para më kanë përballur me raste të vështira, mund të kenë qenë krejtësisht të thjeshta. Po në këndvështrimin sot, kjo është eksperiencë, pa diskutim që është eksperiencë. Por rojet e para tonat, ne kemi qenë vetëm në rojë dhe na është dashur të menaxhojmë një spital të madh me 100 shtretër, të menaxhosh urgjencat që janë fluks shumë i madh, të menaxhosh gjithë konsultat që duhet bësh në QSUT, të menaxhosh një staf mjekësor dhe përmbi të gjitha të menaxhosh familjarët, të cilët duhet vinë në atë moment dhe të gjitha këto ti ishe primari. Dhe ishe vetëm një mjek në shërbim. Shefi jonë i klinikës me shaka thoshte dikur je si kryeministër, do i marrësh vendimet vet. Ndërkohë rojet sot janë bërë më të qeta. Janë 2 mjekë, është një primar dhe një mjek specializant i vitit 3-4. Ndajnë këtë peshën e madhe të përgjegjësisë. Është shumë e lehtë ai fakt presioni që unë them atëherë që ka humbur, më mësoj. Faktori kohë në atë kohë më mësoj. Ndoshta edhe ky presion i zgjidhjes gjërave më mësoj, sepse dhe të menaxhosh stafin mjekësor në një moment urgjence është përgjegjësi e madhe, një art më vete, duhet t'i njohësh dhe të njohin, duhet të njohësh specifikat e të gjithëve sa ata nuk janë simptoma, nuk janë diagnoza, dhe ti duhet t'i menaxhosh gjitha këto po dhe në pavionin ku je. Unë jam në një pavion burrash në psikiatri, që në fillimet e mia, dhe pak me shakatem jam specialiste e burrave kur kanë probleme mendore, probleme të shëndetit mendor. Dhe të manatish në një pavion burrash nuk është e lehtë dhe gjithë karrierën time pothuajse e kam bërë atje, pavarësisht që me gratë jam ndeshur pa diskutim në mjekroje, në klinikat e mia mbas dite, pa diskutim që janë ndeshur, sepse ndahen pak, kanë specifika të ndryshme dhe kanë këndvështrime të ndryshme. Kështu që emocionet e mia të fillimit i mbaj mend. Njeriu më kthej në diagnozë. Në fakt kjo është e fundit gjë që duhet vi shumë më vonë, diagnoza duhet vi më vonë. Duhet vi më së pari njeriu dhe jo vetëm ai si individ. Duhet vi gjithë demografia e tij. Duhet vi familja e tij. Analizë plotë gjërave. Absolutisht. Familjarin dikur nuk i kishe në vëmendjen primare, të duhej vetëm për anamnezë dhe pastaj sa për plotsu kartelë. Ndërkohë sot është shumë i rëndësishëm dhe emocioni familjar duhet lexuar, duhet kuptuar. Dhe psikiatria është një profesion që nuk mëson vetëm në libra.
të mëson shumë pacienti, të kthen mbrapsht dije pacienti, është një marrëdhënie ndërsjellët. Ti jep atij dijen profesionale, ai ti jep shumë nga vetja dhe të jep informacion për jetën e tij. Dhe duke i mbledhur të gjitha jetët bashk, ti mëson nga jeta atë gjë që për doktorët e tjerë ndoshta nuk ndodh. Pra, mjeku psikiatër merr një bagazh shumë madh të jetës së njerëzve. Unë e vlerësoj shumë kirurgun, edhe pse personalisht thash që nuk do e bëja dot, po kirurgu më duket pak mekanik në raport me bërjen e gjërave dhe nuk i intereson, le të themi, shumë gjithë backgroundi i gjës apo familja, ndërsa një psikiatër është shumë më shumë se sa diagnoza dhe shumë më shumë se sa vetë pacienti, gjithë jeta e tij mbrapsht. Ti mëson, pacienti më ka mësuar shumë gjëra. Kam ditur kam mësuar rrugës ta lexoj, kam mësuar rrugës të lexoj gjërat që ai mund të më ketë thënë pa dashur, por që ishin goditje shumë të mëdha për mua. Pra në momentin që mbaron një bisedë e urgjencës apo e pacientit që ke, dhe ai thotë ti nuk më pen sy. Ti hapi telefonin kur unë fola. Ti bëre me shenjë dhe një urdhër tjetër kur unë fola, ti nuk fola, nuk më dëgjove mua. Ti fole me familjarin tim, po jo me mua. Janë sinjale dhe gjëra që pacienti të tregj vëmendjen për të kuptuar dhe për të fokusuar gjithmonë ke situata dhe ke vetja. Dikur edhe më nervozonin pak gjërat se më dukeshin si kërkesë llogarie apo kritik. Pastaj kam dëgjuar me shumë vëmendje gjëra do të thënë elementet e vogla që pacientët të thonë, edhe familjarët i thotë gjatë rrugës, gjë që nuk ndodh. Një familjar mund të thotë dukeshe mërzitur sot. Dikush tjetër mund të thotë ti buzëqeshe me gjën time dhe nuk më dëgjove, nuk e more seriozisht. Pra i vjen me një besim shumë madh që të paktën do dëgjohet. Sidomos për diagnozat vogla, për simptomat të ndryshme që ne mund të diskutojmë gjatë rrugës, nevojën që ai ka të dëgjohet. Doktoresha, në profesionin tonë, në fakt, nëse ju e dini shumë që në momenti që dikush vjen dhe të beson historinë e vet, problematikën e vet, është ndoshta momenti i tij më i ndjerë, më i bukur dhe më i vështirë, sepse po i beson, po i hapet dikujt për problematikën që ai ka në jetë dhe ne e dimë sa e vështirë është kjo. Ndaj roli i psikiatrit është shumë i rëndësishëm. Doktoresha, në gjithë këtë karrierë të pasur, në gjithë rrugtimin tuaj, sigurisht që ka disa momente që mbahen mend, tashmë jo në fillimet tuaja, por në vazhdimsi me raste pacientësh të cilët kanë qenë të vështirë, diagnoza të vështira, ndoshta të vështira për të vendosur si diagnozë, kanë dashur një kohë më të gjatë për të vendosur, ndoshta të vështira për shkak të nivelit të agjitimit, të simptomatikës, të rrethanave etj. Mund të ndani me ne disa raste, sepse në fakt në këtë mënyrë unë e shoh edhe me interes që edhe ata që na dëgjojnë edhe na shohin të kenë mundësinë edhe të orientohen siç duhet në problematika të gjashme në momentin që hasen, sepse gjithmonë ka një lloj stigme që i bën pak larg nga mjekët psikiatër. Shiko, më bëre 3-4 pyetje në të njëjtin vend dhe unë për të gjitha këto do merrja kohë. Nuk e di sa kohë kemi, po për një psikiatër, një bisedë si kjo, se për mua është hera e parë që bëj një podcast, mund të marr kohë shumë edhe ju më thoni limitin. Pra, nëse ne do të flasim si vjen pacienti për herë të parë dhe kush është stigma e tij, kjo është një fushë tjetër që mund të diskutohet. Nëse flasim për rastet e vështira, është prap një gjë tjetër. Po unë nuk dua që psikiatria të identifikohet me rastet më të vështira. Psikiatria ka 2 fusha. Ka dy po them unë, po është një pjesë e psikiatrisë të ashpër, e psikiatrisë me kronicizim brenda, si në çdo fushë tjetër, e atyra rasteve kur është shumë e vështirë t'ia dalësh. Dhe është një psikiatri tjetër, ajo që është në komunitet më e lirshme, ajo që asaj që duhet i çojmë mesazhe dhe informacion për ta kapur shpejt, për ta parandaluar, për ta zgjidhur. Kjo është psikiatria më masive, sepse duke u marrë me këtë psikiatrinë ambulatore, themi ne, kur pacienti mjekohet dhe shkon në jetën e tij vazhdon. I kthehet normaliteti, është psikiatria më e butë. Ndërsa kjo që ju pyesni për rastet e vështira është ai ekstremi dhe unë nuk dua që të identifikohet shëndeti mendor me këtë ekstrem. Kjo është
shumë më pak nga pjesa tjetër e gjërave. Si në çdo profesion, ka raste kur nuk zgjidhen dhe janë shumë të vështira dhe shumica e rasteve të tjera bëhet një përpjekje e madhe për t'ja dalë dhe ja dilet. Nëse ju më pyesni për rastet e vështira, unë dje kam pas një rast të vështirë. Një nën që vinte nga Fieri, ku pacienti kishte shumë vite në diagnozën e tij kronike, një nën që gjatë bisedës tregon që para pak kohësh kishte humbur bashkëshortin dhe djalin tjetër, ka ngelur vetëm me këtë djalë, i cili prej shumë vitesh është në diagnozën skizofrenike dhe në kontaktin e parë me mua dje identifikova një sëmundje kronike, retard në gjëra, në situatën, një nën që luftonte për të birin deri në pikën e fundit. Një nën e cila vinte erdhi në imazhin tim e fuqishme, shumë e madhe për të kuptuar dhe unë ku e gjen forcën ajo, të kërkoj ndihmë dhe të përballoj apo të luftoj për të gjetur për të parë dritë në fund të tunelit. Ky ishte një rast shumë i vështirë. E kemi planifikuar edhe për shtrim, për t'i dhënë ndoshta një shans mjekimit, po në pozicionin ku unë isha dje, mu duk një malore shumë e fortë, ose një tunel shumë i gjatë për të parë dritë. Nuk ka rëndësi emri pacientit dhe nuk ka rëndësi simptoma brenda. Sepse po t'i tregojmë simptomat brenda, thjesht do të çojmë një kuriozitet ke njerëzit. Këto janë rastet vështira. Raste që në takimin e parë të dhëmb për të kuptuar ti si do ta ngjisë ai këtë malore e cila vjen shumë e fortë. Dhe mua më dhëmbin përgjithsisht rastet jo thjesht të lidhura me pacientin vetëm, por rastet tona bëhen shumë të vështira kur përtej pacientit kemi vetmi, kemi mungesë familjare, kemi mungesë shoqërore, të ndihmesës dhe të zgjidhjes së problemeve. Nëse pacienti e shikon tek pacienti e shohim dritën në fund tunelit, kur ai del nga duart tona apo del nga spitali, hidhet në komunitet, është i vetëm. Dhe gjithë rrethanat e tjera shoqërore dhe familjare kur mungojnë, këto e bëj rastin shumë të vështirë në perspektivë, pavarësisht nga simptoma konkrete e rasteve tona. Ashtu siç diagnozat tona të fuqishme, nëse mbrapa kanë shpresë, kanë mbështetje, kanë alternativë sociale, aty ka dritë. Përtej simptomës psikiatrike ka dritë. Nëse unë do t'ju thosha për kuriozitet çfarë është ose cilat janë simptomat në shëndet mendor, shikoni filmin Beautiful Mind. Është një libër psikiatrie më vete dhe mjafton të shikosh 2 orë film për të lexuar një libër të tërë psikiatrie, po për të kuptuar se si profesor Nesh u bë gjeni, jo vetëm nga çfarë kishte genetikisht në inteligjencë, por si e mbështet familja dhe shoqëria për ta bërë atë të marrë çmimin Nobel përtej skizofrenisë së tij, ku diagnoza skizofrenike është më e rënda. Mua më pëlqen shumë edhe një libër, sepse unë kur jam me studentët, ju referojmë gjithmonë librave, ju referojmë filmave, sepse vjen më e lehtë atje se sa e lexoj në libër. Dhe për studentët, kur ju tregon psikiatrin, pra unë kam qenë pedagoge për gati 19 vjet, tek dega e logopedisë, ata e bëjnë shumë gjatë psikiatrin, e kanë lënë me 9 kredite, e kanë vjetore, dhe përveç se jemi bashkë për një vit rjesht, jemi bashkë dhe në praktikën klinike. E dëgjojmë psikiatrin si një përrall, ju duket, kur vjen puna ta riprodhojnë, është shumë e vështirë. Është jashtëzakonisht e vështirë ta riprodhosh. Është shumë e vështirë të konkludosh simptomat në një diagnozë. Kjo është e vështirësia dhe e fillimit që ju thash. Vjen e vështirë kjo gjë. Dhe gjithmonë ju drejtohen filmave, librave për t'u bërë edhe pak më të qartë simptomët. Më pëlqen shumë një libër së fundmi që ka dalë tani i Brian Suka, që është Fytyra tjetër e Dionisit, është shumë i bukur për të interpretuar ç'është deluzioni. Nga këndvështrimi i autorit, po ai vishet nën petkun e pacientit, është shumë i bukur dhe mjafton ta lexosh atë. Unë them i bukur sepse jam psikiatër dhe në këtë pikpamje. Është shumë i bukur ta lexosh, apo Veronika vendos të vdes. Është shumë interesant për të kuptuar çfarë është normalja nga jo normalja. Ky është një fije e hollë që të vendos në dilemë shumë madhe profesionale në çdo moment të profesionit. Atë gjën që ai ta beson, ta thot, ta nxjerr nga thellësia e shpirtit, ta nxjerr nga ajo skut ku ai e ka fshehur prej vitesh, i heq kapakun pusetës vet dhe ta thot ty, ti duhet ta ndash në fund, nëse është normale ose jo.
nëse do t'i duhet psikologu të punoj fort, apo kjo është simptom dhe do t'i duhet të punoj psikiatri. Është shumë e vështirë. Pse i thash librin Veronika vendos des? Se në një moment caktuar, Veronika, personazhi i librit, gjendet përpara është në spital psikiatrik, po gjendet përpara një pikture ku është Lubiana dhe ajo nga dritaret e spitalit shikon pikërisht atë shesh që piktura e ka. Po piktura është e viteve 1800 dhe gratja në fustane të mëdha. Dhe Veronika thotë, është e Paul Coelho libri. Veronika thotë, aratiset nga spitali dhe shkon me një fustan madh, dhe në të njëjtat rrukush piktura fillon të eci me një fustan madh. Çfarë ndodh? Quhet jo normale, e ka policia dhe e merr, e sjell prapë në psikiatri. Pse? E konsideroi jo normale. Pra normalja është funksionimi i individit në një kohë të caktuar, në një moment të caktuar, në raport në rrethana të caktuara, në raport me kohën, me ligjet, me vendet, dhe prandaj demografia e gjërave shumë e rëndësishme për ne për të vendosur normalen ka jo normalja. Dhe kjo është ajo dilema që ti e ke gjithkohës në kohë për ta kthyer ose jo në simptom, se gabimet mund bëhen gabimet mëdha. Për shembull, ajo që më vjen në mendje tani është rastet që është e vështirë për të ndarë normale nga jo normalja. Ka shumë raste ku rrethana sociale, familja, pjesa kulturale, shkollimi e bëjnë të vështirë për të kuptuar nëse ti ke të bësh me një simptomatik të pacientit apo ke të bësh thjesht me një mënyrë të rriturit, mënyrë të sjelljes etj etj. A kemi pasur në një rast, doktoresha, që mund ta ndajmë, sepse më duket me shumë interes dhe për audiencën për të bërë të kuptojnë që jo gjithmonë janë raste që ka nevojë për psikiatri, janë raste që ka nevojë për edukim, ka nevojë për një rreth kultural të tillë që të eci përpara. Mund të ndani me ne në një rast që mund të kujtohet nga eksperienca juaj? Është e vështirë të kuptojë edhe individi apo familja normalin nga jo normalja. Po tek ne disa simptoma, disa grup simptomash bëhen më të vështira, disa janë krejtësisht patologjike kur ndodhin. Pra nëse ne flasim për halucinacioni si simptom, ajo është patologjike dhe këtu nuk ke nevojë të identifikosh momentin që ai thotë dëgjon zëra. Do identifikosh shkakun për të shku ke diagnoza, por simptoma, po kjo shenjë që pacienti thotë është simptom. Atje ku nuk po flasim dhe për ankthin, atje ku ose këto elementet e simptomave afektive, po ngelemi pak e deluzioni. Deluzioni është një dilemë e madhe. Deluzioni është një simptom sa psikiatrike, po jo dhe aq dhe lidhet pak me kulturën, lidhet pak me identifikimin e jetës, rrethanat. Pra, nëse deluzioni, i cili në thelb është një bindje e gabuar, që pacienti e mbron me forcë me argumentin e vet, ne themi e gabuar për ta kthyer menjëherë në simptom nëse është deluzion. Pacienti mund të ketë deluzionin e xhelozisë për shembull. Dhe mund të jetë deluzioni i xhelozisë mund të vijë si një xhelozia mund të vijë si një element natyral i individit, mund të vijë si një element karakterial i tij, i rrethanave, ose mund të ketë të drejtë, sepse flitet për një tradhti, të cilën ai po e identifikon. Nëse deluzioni vjen me një përmbajtje normale, është e vështirë ta identifikosh. Do duhet anamnezë gjatë, do duhet komunikimi gjatë me pacientin, do duhet anamnezë familjare për ta kthyer këtë deluzion, për t'i vënë emrin deluzion më së pari. Mora një shembull që më vjen menjëherë në mendje, pra nëse ulesh me dikë, i cili në kafe, i cili jashtë profesionit psikiatrit, të tregon për tradhtinë e bashkëshortit apo të bashkëshortes, ti do ta dëgjosh si një histori normale dhe nuk do thuash të shkoj te psikiatri. Po nëse deluzioni është bizar, ajo vjen menjëherë si një simptom psikiatrike. Ç'dua të them bizare? Dua të them bindje që pacienti ka, të cilat që kur i tregon për një vesh normal njeriu, thotë kjo nuk është normale, ky duhet vizitohet, sepse kjo nuk është normal. Unë në mënyrë rastësore kam sjell 2 letra. Mora ke sirtari i punës 2 letra që kanë shkruar pacientët, flet vetëm për deluzionet bizare dhe që këto të vinë të qarta për ju, dhe ndoshta është e pamundur për mua t'i sjell ashtu siç pacienti në të vërtetën e vet i ka shkruar. Unë po lexoj pak, mundem, Patjetër. Të lexoj pak 2 letra, duke qenë konfidencial shumë me emrin e pacientit. Këtë letër pacienti e ka sjell të shkruar, të shtypur, sepse në momentin që u shtrua në spital, donte të ishte më i qartë në intervistën e parë për të kuptuar. Deluzioni është një moment ku familja, edhe pse i është referuar familjes për të vërtetën e vet, ka gjithmonë kundërshtime me rrethin e punës
apo me familjen atje ku dhe deluzioni bie. Dhe kur vjen ke psikiatri ka nevojë shumë të dëgjohet dhe të kuptohet, të besohet. Dhe të besohet. Të besohet për të vërtetën e vet. Dhe për këtë arsye unë po lexoj pak edhe për të kuptuar, ndoshta jo për kuriozitet, thjesht për informacion. Denoncim për krime kundër njerëzimit që po kryen ndaj personit tim. Unë jam filani, thot, i rritur në Tiranë, në profesion arkitekt, i shkolluar në një vend jashtë vendit. Kjo letër është në 14/6/2021. Në shtator të vitit 2019, unë jam një person në pengmarrje. Personi im po kalon në holokaust, po persekutohem, torturohem nga shërbime sekrete të huaja në bashkëpunim me shërbimin informativ. Pengmarrja ime qëndron në faktin që me trupin tim po eksperimentohen metoda kriminale duke më kthyer në një kafshë laboratori me dhunë, duke më shkelur çdo të drejtë njerëzore nëpërmjet programit UKM Ultra Mind Control. Ky program dhe ka 7 pika për treguar ç'është ky program, shkurt do t'i bie, po vetëm për të kuptuar ju çfarë është deluzioni bizar. Një thot, pra po ju tregoj thot çfarë është programi Mind Control që ushtrohet mbi mua. Një thot, përdorimi i armëve elektromagnetike, të cilat janë 24 në 7, telekomunikacion, radio, akustik, armë me reze lazer janë të gjitha që bien mbi mua. Armë me mikroval godasin me frekuenca të ndryshme në trupin tim duke më provokuar tortur, djegje, lëndime, kruarje, atak në zemër, dhimbje muskulore, dhimbje gjoksi. Të gjitha këto ushtrohen me këtë metodë mbi trupin tim. Ky program mundëson leximin e mendimeve të mia në kohë reale, manipulimi i memorjes së shkurtër, shkatrimi i memorjes në tërësi, injektimi i mendimeve të huaja nga distanca shumë të larta direkt në subkonsciencën time. Qëllimi është shkatrimi i vetdijes time dhe kontrolli im psikik. 3. Helmimi i trupit tim nëpërmjet ushqimeve dhe pijeve lëndëve toksike. Kudo ku unë shkoj, në çdo supermarket, në çdo vend, të tjerët kanë shkuar para meje dhe i kanë helmuar të gjitha ato që unë do përdor sot, duke vendosur mikrochipa në çdo kuti ushqimi për të kontrolluar a do t'i përdor, dhe sytë e mi sot janë implante. Organet e mia janë të komanduara në distancë dhe në çdo organ kam nga një implant brenda. Unë nuk i bëj dot veprime si ç'dua unë, veprimet e mia janë si ç'duan ata. 4. Gaz narkotik, dioksid karboni, gazra të ndryshme që i thith mushkëria ime. Nëse unë duhet të ngjis shkallët për të shkuar në katin e 4, fillon gazi në organizëm. Unë ndaloj, ata e normalizojnë dhe ulin nivelin e ndotjes në trupin tim dhe unë kështu mund të vazhdoj rrugtimin tim. 5. RMI, duke më përndjekur në çdo cep të territorit, kudo që unë ndodhem, krijon një terror psikik mbi mua. Njerëzit janë të organizuar të më ndjekin, të më kontrollojnë, të më filmojnë dhe pastaj të hedhin mendimet e tyre në vetëdijen dhe në kokën time për të bërë këtë presionin psikik. 6. Sabotime në çdo gjë që unë bëj, në çdo vend pune ku shkoj dhe kërkoj, paraprakisht ata kanë shkuar për të më mbyllur çdo derë mua. 7. Dëmtim total i shëndetit trupor. Trupi im sot është një robot, ku mendimet e mia lexohen në kohë reale, organet e mia funksionojnë në distancë, unë urinoj, a shkoj në tualet, apo mund të ha, mund të fle, sipas komandave që më japin ata. Dhe pastaj letra mbyllet me kërkesë dhe thot, e kam bërë të denoncim thot në polici të presidentit e kryeministri, në parlament, kur ai artikuluar kaq mirë i ka bërë gjitha këto denoncime, dhe pastaj në letër shkruan gjithë website-et ku unë duhet i drejtohem dhe të shfletoj për teknologji të tillë. I rash pak shkurt gjës, por kjo është origjinale e thënë prej ti dhe më mirë se sa ju nuk e them dot. Shkurt prap një letër tjetër po them, që është e 27 qershor 2019. Është në shkrimin e tij dhe ndoshta kam pak vështirësi, por dhe ai është brenda këtyre deluzioneve helmimi. Unë mbaj mend zotrin, ka qenë ushtarak i lartë në moshë të thyer kur është shtruar tek ne. Në koincidencë le të themi jetojmë dhe në një lagje të gjërave, kështu që ai thotë më helmojnë nga çdo vrimë shtëpisë komshinjt. Ata hedhin helme tek unë thot, duke më shkulur flokët në distanca me reze lazer dhe floku tërheq me vete dhe rrënjën e flokut dhe për këtë arsye thot, është një dhimbje shumë e madhe që unë ndjej çdo ditë prej komshive. Heqja e panatyrshme e flokëve tek unë thot, është një sinjal që përtej flokëve helmet po shkojnë dhe në mendimet e mia. Është shumë gjatë, po pak edhe këtu.
unë për t'i shpëtuar helmeve dhe ai kishte modifikuar një sjellje të tillë ndaj situatës deluzionale, e cila ishte jetonte vetëm, e cila ishte për problem shumë i madh mes komshinëve dhe ata ishin ata që kërkuan ndihmë. Dhe ai thotë, unë pi solucione të përgatitura me ujë, me alkool, këto i zjej për orë të tëra dhe nëse nuk kam energji në shtëpinë time, do duhet të shkoj thotë vetëm këtë të nxjerrë thotë, ta zjej tek komshiu dhe t'i kërkoj atij thotë që të merri disa pika vaj ke ky solucioni thotë, të cilën unë e pi deri në 10 litra në ditë. Kur unë flas thot, ata më dëgjojnë, sepse ata rinë me ata dhe gjithmonë i drejtoheshe ata, duke menduar që përtej komshinëve është një strukturë tjetër më e sofistikuar që i modifikon sjelljet dhe i helmon gjërat. Dhe ndërkohë ai pinte 10 litra të një gjëje dhe të një solucioni që e sajonte vetë dhe ky ishte një problem metabolik i shkaktuar shumë fuqishëm. Këto janë deluzione. Thot, janë dy palë, janë ata pozitivët dhe ata negativët. Ne po flasim bashkë, thot, sepse negativët më kanë lejuar, thot, që unë të flas, dhe t'ju them juve, thot, disa gjëra që mundem. Vetëm kaq mundem, thot, sepse sekretet e tjera nuk janë kokën time, thot, ato mi jep televizori mua dhe pastaj unë i kthej në funksionim. Këto janë rastet shkon deri aty ku ai përshtat gjithë funksionimin e vet në raport me funksion me deluzione dhe kjo është e rrezikshme patjetër me para për jetën e tij pastaj edhe për komunitetin. Doktoresha janë po në mënyrë se si ju e thoni dhe ju sillni këtu dhe me letër, është interesante sepse njerëzit duhet kuptojnë që në një deluzion të tillë kaq të strukturuar, ai shkon deri aty sa që e shkruan, se do që të jetë i sigurt që kjo është e vërteta dhe e vërteta tashmë është dhe e shkruar, pra nuk mund të ndryshohet. Dhe kjo bindje kaq e fortë është e trajtueshme. Njerëzit duhet të dinë që duhet të marrin ndihmën e dur, duhet të marrin këshillimin e dur, orientimin e dur ke mjeku, sepse është në normalitetin e një smundje të shëndetit mendor. Ishte një rast interesant i ditëve të fundit, ndoshta ai këtyre 2 javëve të fundit, një pacient brenda afektivitetit vet shkruan një libër me pralla. Dhe ndërkohë në një shtrim paraardhës më thoshte që shiko, unë po e mbyll librin dhe aty pastaj ai kishte shpërthyer përtej afektivitetit në maninë e vet deluzionale dhe ishte bërë problem në funksionim, nuk dol fare nga shtëpia, po nuk dua ta tregoj simptomën e tij se sa dua të tregoj diçka. Dhe në shtrimin e dytë që erdhi shumë shpejt mbas parit, kishte mbaruar librin. Më sjell një libër me pralla, shumë i bukur, jashtëzakonisht i bukur, me gërmat alfabetit të cilat bënin një luftë me njëra tjetrën për mos bërë gabime fëmijët kur flasin, libri ishte shumë i bukur, me një dedikim për doktoresha Nilën aty, dhe babai më vonë më sjell një libër të dytë, të njëjtin libër prallash, ku pacienti në çdo faqe përtej librit që ishte shtypur bukur dhe realisht ishte bërë bukur, kishte filluar të shkruante me shkrim dore dhe aty kishte shpërthyer psikoza. Ishte rast shumë i bukur për t'i treguar studentëve çfarë është në afektivitet dhe në hipomani, ai është produktiv shumë mirë dhe kur hipomania e te i kalon kufit e vet, kthehet në mani psikotike, shpërthen tek libri Psikoza. Në çdo faqe me shkrim dore ishin shkruar fjalë pa kuptim, inkoherencë, me ngjyra, me gërma, një kaos me shkrim dore në çdo faqe libri dhe në aspektin e diagnozës fliste shumë bukur. Ky shembull tregon shumë bukur se si kalohej nga gjëja që ishte normale në jo funksionale dhe kur libri filloi mbi librin e vet, ai të bënte këto shnime, ishte momenti që familjari e solli në spital. Po në raste të tilla mund të them shumë edhe Doktoresha, në fakt unë doja që të pyesja edhe për atë pjesën e më masive të punës tonë, në lidhje për shembull me si ju keni raporte me studentët, me të rinjt, në pa diskutuar, çfarë të shqetëson më shumë kur vinë dhe të thonë kam angth, kam stres, ose cila është ajo histori që do ta ndash me ne edhe për një lloj paralajmërimi për të tjerë, se për shembull unë vetë personalisht jam hasur me raste që dua të vras veten. Po një person student nga asgjëja me të gjithë asnjë arsye simptomatike që të thua që ka një problem madhor, duke gërmuar te pjesa sociale çdo gjë në rregull, pra çfarë ka diçka që do që ta i tregosh edhe në këtë mënyrë të japim një mesazh për të rinjt, sepse besoj është pjesë masive të ta ky problem.
kjo është ajo psikiatria që ne ndeshim, do me thënë sepse unë kam edhe eksperiencën spitalore që ju thash ju, por kam edhe këtë eksperiencën tjetër, e cila vjen tamam e vizatuar tamam në këtë imazhin që thoni ju, po nuk di nëse mund t'i përmbledh, po për shembull të rinjve do t'ju thoja që të mos vrapojnë shumë për rezultatin, sepse nxitojnë shumë për të arritur, por shpejtësia shumë e madhe i bën që në këtë vrapim të madh të ngatrohen me këmbët e tyre e të bien dhe atje ku s'ka grop bjeri, sepse duhen gjëra bërë më ngadalë nëse do duhet të kemi rezultate dhe arritje. Pak më ngadalë në ritmin e madh. Sigurisht e ka në dorë, dhe pse ne themi që shoqëria është vendosur në një ritëm të tillë vrapimi të gjërave dhe ne duhet të vrapojmë. Duhen marrë pak më ngadalë gjërat. Do t'ju thoja që nëse kuptojnë që kanë nipur në një trend të gabuar në rrugtimin e tyre të jetës, të zbresin në stacionin e radhës për të marrë një tren tjetër atje ku do t'i çojë ata në objeksion. Sepse nuk mund të ndjekësh këtë trenin vetëm se ke prerë biletën e trenit, dhe gjenden në rrugtime të gabuara, në emigracione pa kuptim, në kthime pa kuptim, kanë shkuar në asgjë vetëm të shkojnë, janë nisur në asgjë vetëm ta bëjnë se po e bëjnë të gjithë, dhe ky është një kaos që do t'i përballi pastaj me të panjohurën, e cila për ta e panjohura është një ankth shumë i madh dhe ju kthehet mbrapsht si një ide kot e bëra do vras vetëm. Pra, ideja e tikurit nga jeta nuk është kjo që në shumicë rinia e paraqet. Do t'ju thosha të rinjve të mos bëjnë simbole krahasimi. Krahasimi gjithmonë nuk të çon atje ku ti do dhe të bën ndoshta në mënyrë simbolike të ndjekësh këtë trenin e gabuar, e cila gjithmonë është një rrokopuje e madhe dhe ti gjeneron ankthin dhe merr me vete këtë çrregullimin anksioz. Do t'ju thosha të rinjve të merren me veten, jo vetëm në kuptimin fizik, por t'i bëjnë kujdes shëndetit mendor. Nuk ka shëndet fizik pa shëndet mendor. Duhet të kuptojnë dhe në fasadën e realitetit ku jemi, njerëzit qeshin së jashtmi dhe qajnë së brendshmi në heshtje. Dhe duhet të kuptojnë që për te fasadës së bukur me ngjyra, ka njerëz që ja qajnë, e thashun në mënyrë simbolike, qajnë në heshtjen e tyre. Duhet bëjnë kujdes me realitetin ku janë dhe t'i kushtojnë vëmendje dijes, profesionit. Sa do e vështirë të jetë profesioni, do të çojë diku dhe do të cilë benefitet mbrapa. Në profesionin ku unë jam, shumë herë gjendem në situata kur pacienti ja del, dhe në shumicën e rasteve ja dalin, pacienti ja del vetë, pra e fiton betejën vetë. Në marrëdhënie me një psikiatër, unë gjithmonë e kam simbol këtë, kur i them pacientit shikon, ne jemi përpara një malore. Këtë malore duhet ta ngjisim bashk. Unë do të vendos makinën, dhe makina është mjekimi, është protokolli i mjekimit, sepse ne nuk i shpikim, çdo gjë është e kanalizuar në për protokolle mjekimi. Unë do të vendos makinën, po kësaj makinës duhet t'i japësh vetë, maloren duhet ta ngjisësh vetë. Kjo është e pa diskutuar. Ne mund të mësojmë notin, po në det do i dhesh vetë dhe notin do ta vazhdosh vetë. Nga njëri breg ke bregu tjetër do dalësh vetë. Pra në fund ditës individi do kërkojë ndihmë tek psikiatri, por maloren e jetës vetë duhet ta ngjisë. Pra këtë makinë duhet ta guidoj vetë. Dhe kur ja del, unë i them pacientit faleminderit, ja dole ti. Unë të ndihmova për t'ja dalë, por ja dole ti. Dhe ne i këmbejmë falenderimet me pacientin, por unë i mshoj shumë falenderit. E mbyll bisedën time atje ku kemi sukses me falenderim. Ai e ka nderuar dorën time. Ai ka mundur të guidoj mirë makinën, po maloren e ngjiti vetë. Dhe në këtë pikpamje, ndryshe nga profesionet e tjera, pacienti ja del vetë. Duhet ja dali vetë. Ti mund i vendosësh makinë të mirë, më të mirën e mundur për ta ngjitur maloren, dhe mund mos ketë malore të fortë, nuk do t'i japi makinës. Nuk do të eci në këtë makinë. Je i dështuar që në pikën 0. Po jo ti, ai. Dhe kur i dështon në marrëdhënien është ai. Dhe kur e fiton betejën është ai ose ajo, në kuptimin. Pra, merita i shkon më së shumti individit
kur ja del. Rastet kur nuk ja dalin, sigurisht nuk lidhen vetëm me pacientin, po them për këto rastet ambulatore, për këtë veshin aktiv që duhet të dëgjoj tani, më shumë e kam për këtë, sepse disa pacientë në diagnozat kronike nuk ja dalin dhe për arsye të tjera, për fatin e keq të rezistencës terapeutike, për këtë mungesën e mbështetjes që unë e thash dhe është gjëja që na dhëm, të gjithëve ne kolegëve na dhëm kjo gjë, është për fatin e keq që pacienti ka hereditet familjar. Këto janë ato rastet kur ai përpiqet maksimalisht, por maloren e ka shumë të fortë dhe fati e vendos në një malore që gati është e pa mundur të ngjitet. Por pjesa tjetër e njerëzve i kanë maloret më të buta dhe mund të ngjitet. Duhet bëjnë kujdes edhe për shëndetin mendor të rinj, jo vetëm për shëndetin fizik. Të trokasin te psikiatri sepse nuk është frikë, nuk është paragjykim. Dhe tek psikiatri duhet gjejnë një vesh profesional që i digjon mirë. Dhe kur ata binden që kanë gjetur një vesh profesional që i digjon mirë, ky është fillimi i shërimit të tyre. Doktoresha, le të kalojmë tek një pjesë tjetër që ka të bëjë direkt me ju. Ka akoma? Ka dhe pak. Cili është telefoni i parë që bëni kur mërziteni? A keni dikë që e keni të parë që telefononi? Shika, unë profesionin ka mësuar edhe në mënyrë individuale që duhet bëj me veten. Kështu që unë jam në një stat të tillë kur e kam ndaluar pak ritmin edhe jam, si thua, po i marr gjërat më me qetësi. Ta jep eksperjenca këtë gjë, koha që ke kaluar ta jep këtë komoditet, të jesh pak më i qetë në vrapimin tënd. Kështu që tani jam edhe me veten, ndryshe nga fillimi ku do më duhet të bëja një telefon shpejt. Nënën kisha veshin e parë që më dëgjonte, ajo nuk është më tani prej 3 vitesh, po nëse nuk më dëgjon ajo kam bashkëshortin që e marr në telefon dhe ja them ato gjërat, i nxjerr ato gjërat, po pastaj pjesa tjetër nuk më çon në emergjencë të një telefoni të parë. Po në momentin që e ndjen që dikush në gjykimin tënd ka vepruar keq ndaj teje, po e themi të ka hyrë në hak, si reagon? Reagon duke ju kthyer, reagon duke lënë të rrjedhi, si e ke reagimin ndaj situatave të tilla? Unë nuk jam tip konfliktuoz në përgjithësi, pra edhe fëmijët e mi e dinë, ose e them shpesh në familje që unë nuk dua të grindem me njerëzit, sepse kam shumë të vështirë kur grindem dhe të kthehem mbrapa pastaj, nuk e bëj dot sikur nuk ka ndodhur. Kështu që i qëndroj gjithmonë sherrit, le të themi, i qëndroj larg dhe nuk e fus brenda vetes, po nuk di çfarë të them konkretisht. Ndoshta e lë të rrjedhi, ndoshta e lëshoj pe balonës edhe ajo ecën vet tani. Po kjo pjesë e moshës ta lejon që ti lëshosh pe balonës. Ndoshta më përpara mund të kem qenë më luftarake në bërjen e gjërave, po jeta më ka mësuar që jetën nuk e fiton duke vrapuar, e fiton duke rezistuar, duke i qëndruar, duke pasur durim. Kështu e fiton jetën. Dhe ndoshta thënë nga kjo fjalia e fundit ishte edhe ai mesazhi të rinjve që qëndroni, rezistoni, sepse vrapimi nuk është që fiton jetën dhe mos shkoni më shumë mbas ambicjes, po mbas vlerave. Kur nuk je më, nuk po flas për vdekjen, po kur nuk je më aktiv ose kur mendon se çfarë do të lësh mbrapa, gjykohesh për vlerat që ke lënë, jo për ambicien që ke pasur. Absolutisht. Se ndonjëherë kjo ambicia është ai teli me gjëma që tërtullohet nëpër këmbë dhe mund të rrëzoj, se po përdor simbolika shumë, po i kam qejf, këto e bëjnë më të lehtë, më duket mua. Doktoresha, po a ka një element tek vlerat njerëzore që të trishton, diçka që ti le të themi drejtohesh mosmirnjohjes, si drejtohesh mungesës së respektit? Po mosmirnjohja, qëndroke mosmirnjohja. Gjëja që un kam pasur 2 gjëra. Po themi, më kujtuan tani me që më sa bëre pyetje, po të mendohem gjatë, mund gjej edhe gjëra të tjera. Po kur kam qenë më e re, kam pasur nevojë të më konsideronin të tjerë, pra të mos isha si invizibël në gjërat. Dhe si thua, e konsideroja, e luftoja, po përpiqesha që të isha invizibël në gjëra, pra të isha e dukshme, të identifikohesha me unë kam aftësi të mira organizative në organizimin e gjërave dhe jam shumë e strukturuar. Pra një nga elementet që e kam përdorur në jetë edhe për të ecur përpara është sepse kam qenë organizuar, një njeri me vullnet kur e vendos gjën, po kam qenë shumë e organizuar dhe nuk e lë ankthin për çastin e fundit dhe ky organizimi i menduarit më përpara gjërat çfarë do ndodhin gjithmonë më ka dhënë rezultat.
më ka dhënë rezultat mirë. Dhe si thua, e kam përdorur këtë gjë për t'u dukur. Pra, që kur kam qenë fëmijë, kam dashur të këndoj në një kor, të mos jem në kor, po ta këndoj, të jem tek ai grupi i vogël. Nëse nuk jam soliste, po të paktën të jem ai grupi i vogël. Të jem komandantja e klasës, të jem, pra të identifikohem pak, po jo si ambicie primare, thjesht të mos jem e padukshme. Kur u rita pastaj më vonë, nuk e di, kuptova që njeriu duhet lëri disa vlera dhe ndoshta mënyra qetësia ime për ta diskutuar gjën, nuk di çfarë të them konkretisht, ndoshta mënyra analitike e bërjes gjërave, ndoshta ti kupton me kohën se edhe kur nuk je në profesion, të mbetet, si thua, ti je me përparsën e bardhë profesionale, edhe për njeriu në realitetin ku je, dhe për te ati komunikimi, më futet pak profesioni, për ta menaxhuar situatën, për ta shmangur konfliktin, për ta kuptuar çfarë ndodh, për t'i dhënë dhe një arsye. Gjës, unë jap një arsye edhe kur familjari, ta them të vërtetën, sillet keq me ne. Është mos mirënjohës i gjërave që ne bëjmë, apo nuk e kuptojnë që kaq janë mundësitë tona. Dhe kur shpreh ndonjëherë me agresivitet, me akuza që ty s'të takojnë fare, përpiqen ta mirë kuptoj, ti jap një arsye dhe ta kthej bisedën në të kundërtën e asaj që ai thot. E mënyra e vetmi është që të futesh në lëkurën e tij, të kuptosh pak atë dhe kështu përpiqe maksimalisht të shmang të përballjen, konfliktin. Atje ku e ndjej që është e padrejtë, e lë të kaloj dhe i lë pe balonën sepse nuk gjërat në konflikte dhe po nuk dua t'i fus shumë brenda. Tani nuk më djegin më gjërat si më përpara më digjnin. Ndoshta edhe në momentin kur unë po qëndroj pak në gjërat, i kam seleksionuar një pjesë të gjërave të cilat dhe mund të më sillnin presion, tension. Koha ndonjëherë është faktor sa pozitiv, aq edhe negativ në gjëra, kështu që unë edhe me kohën kam filluar që të jetoj pak me kohën. Ndoshta u përballa me vdekjen, me humbjen e nënës këto kohë dhe ajo më bëri të mendoj që ajo aty është, ja mua më ndodhi, më iku një person shumë i afërt i familjes dhe kur ti mendon tek vdekja, nuk dua të fokusohem ç'është vdekja, por dua ta kthej që ç'është jeta. Pra kur vdekja vjen afër, të paktën të shijoj të tashmen, kohën, të tanishmen, dhe për këtë arsye duke qëndruar tek e tanishmja mua më shijon kjo gjë. Unë pavarësisht që kam jetuar në familje për pak kohë me babain e bashkëshortit, por ai na ka lënë një mesazh shumë të rëndësishëm. Ai ishte një njeri shumë i madh në vlera, në cilësi, një student i shkëlqyer me medalje ari në Bashkimin Sovjetik në Akademinë Frunze, dhe kam një histori interesante. Kam mundësi ta them. Drejt fundit. Okay. Dhe ai mbaroi me medalje ari dhe mirëpo në kohën kur u kthye dhe regjimi e përballi me siç ishte ajo kohë, general, ishte ushtarak i lartë. Në momentin që martohet djali i madh, ai e pret medaljen e arit në mes, e shkrin dhe e kthen në një unas floriri, me idenë që kjo nuk ka më vlerë, arritjet e tij nuk përbëjnë vlerë. Gjysmën tjetër medaljes së arit që më përkiste mua, nusës tjetër djalit, unë e kam vendosur në kornizë, e kemi në krye të shtëpisë, dhe ai gjithkohës thoshte mos mirënjohja është më e keqe se tradhtari. Dhe ne na ka ngelur ky postulat që mos mirënjohja është më e keqe se tradhtari, dhe në familje ka qëndruar kjo si një majë gjërave. Ndoshta edhe unë mos mirënjohjen kam gjën më të keqe se sa tradhtin. Doktoresha, dhe për pyetjen e fundit, unë do të doja të pyesja se si do doni që të mbaheshit mend kur ta përmbyllni karrierën tuaj në realizimin e gjithë qëllimeve të jetës tuaj, si do doja të mbaheshe mend nga njerëzit? Qëllimet në jetë për gjithë rrugtimin janë të ndryshme në etapa dhe në momente të caktuara. Pra, nëse unë kisha qëllim të bëhesha psikiatër, u bëra. Nëse kisha qëllim të maksimalisht të luftoj dhe me dijen, unë u përpoqja ta bëj këtë gjë. Por sot pra nuk kam qëllime të mëdha shumë, këtu e kisha fjalën. Do doja të mbahesha mend për gjërat e vogla, për buzëqeshjet e vogla, për detajet e vogla, për falenderimet e njerëzve. Do doja të mbahesha mend për atë njeriu që e dëgjova, unë isha atje ta dëgjoja atë kur ai kishte nevojë. Të ndiznim bashkë një dritë
atje ku nuk kishte më dritë. Do dua të mbahem mend për bashkëshortin e mirë, për nënën e mirë, për bijën e mirë të prindërve të mi. Unë jam ende me babain, atë inxhinierin, profesorin që kisha në shkollë, jetojmë bashkë. Për bijën e mirë të tyre, dua të mbahem mend për shokun e mirë dhe në këtë pikpamje do dua këto gjërat e vogla tani të ngelen edhe të mbahen mend, për ato vlerat të cilat po t'i mbledhësh pak e nga pak, ndoshta bëjnë një figurë, një puzzle të madh që më përket mua. Doktoresha, të falenderoj për një podcast kaq të jashtëzakonshëm, kaq të bukur, kaq të ndjerë dhe besoj dhe shpresoj që kemi dhënë mesazhet e duhura. Faleminderit shumë që ju më thirrët. Unë thash që është era e parë për mua që bëj një podcast. Në fakt, në mendje që t'jem e sinqert, në mendje kisha që ta filloja unë me një pyetje, pse mua që më thirrë. Po, e lash për në fund tani edhe. Unë besoj që përgjigjen e ka brenda ky podcast i jashtëzakonshëm, ku mendoj që ne jemi të dy psikiatër, por unë mendoj që ky ka qenë një ndër rrëfime më të bukura që njerëzit gjojnë nga një psikiatër dhe analizojnë më pas se si duhet shkuar tek mesazhet e duhura. Falenderoj që ishe me ne sot. Faleminderit ju. Duke ju falendëruar të gjithëve për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkur në ora 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.